Ju gjatë jeta uroj të jeni mirë, me mbrëma dashur miq, rikthehemi në këtë bisedë të rëndësishme me mikun tim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doktor kolonel Dritan Demiraj, për të folur sonte për zhvillimet e mëdha të jashtëzakonshme që kanë pushtuar si gjithmonë. Fillojmë me arenën globale, kthehemi në rajonin e Ballkanit dhe kthehemi në Shqipëri. Ka zhvillime të mëdha në lindjen e mesme, ashtu siç ju kemi thënë, vazhdimisht ato do të përcaktojnë ritmin e botës. Lëvizje të forta nga Pentagoni, nga Irani, nga Siria, nga Izraeli. Erdogan ka nisur një tur të fortë në lindjen e mesme në vendet e Gjirit, në Egjipt, në Arabi Saudite, në Katar. Pentagoni dhe ajo që quhet sot Ministria e Luftës Amerikës po lëviz me shpejtësi në drejtim të lindjes mesme. Irani kërcënon, lëkundje të forta sismike. Do të zbulojmë sot me kolonelin se çfarë fshihet pas atyre lëkundjeve të forta sismike në Iran, çfarë është duke ndodhur atje. Më pas do të kthehemi menjëherë tek loja e brendshme e Tiranës. Çfarë është duke ndodhur në Tiranë? Ka disa takime shumë të rëndësishme sekrete që janë duke ndodhur në nëndheun e Tiranës, që sjellin njoftime dhe japin shenja shumë të forta. Çfarë po luhet me sigurinë kombëtare të Shqipërisë, çfarë po ndodh me shqiptarët, për të shkuar më pas tek tema e pa evitueshme. Do të marrim këndvështrimin e një ushtaraku, të një koloneli si miku ynë Dritan Demiraj, si shikon ai dosjet e Pshtein, kush është prap atyre, si shpërtheu kuseta në këtë moment, si ran elitat në sytë e njerëzimit, Shqipëria, rilindja, Ballkani, Kosova, heshtja amerikane. Si t'i lexojmë të gjitha dhe t'i dekriptojmë këto në një emision të cilin ju na keni falenderuar, dhe ne do t'jemi besnikërisht me analizat tona për ju. Mirë se erdhët, kolonel. Gjithmonë kënaqësi. Kënaqësia është e ime. Kolonel, bota po lëviz me shpejtësi, ashtu siç e bëra në hyrjen time. Ka zhvillime të mëdha, kemi zhvillime gjeopolitike, zhvillime ushtarake, zhvillime kulturore, zhvillime seksuale, zhvillime nga të gjitha anët, dhe duket qartë që kjo është një lojë që lidhet pa diskutim për atë që ju dhe unë e kemi folur prej kohësh, që rendi botror po lëviz, ekuilibrat global po lëvizin, pllakat tektonike po lëvizin në botë. Të shkojmë në zemër të çështjes, kolonel, pa hyrje të mëdha, pa i hutuar njerëzit. Sigurisht do të jetë një bisedë kjo e sotmja e ngarkuar me detaje nga më të imtat që nuk gjenden kudo sigurisht, por të fillojmë menjëherë me atë që kontrollon pulsin e planetit sot. Konflikti Ukrainë, konflikti i lindjes mesme. Lindja mesme ka marrë pikën kryesore, sepse pa çka se lidhet me Ukrainën, ajo është pika më e nxehtë për momentin. Hajde t'i dekriptojmë pak bashkarisht, kolonel, zhvillimet atje. Pse Pentagoni, kolonel, pas incidentit me dron, vendosi largimin e grupit të sulmit detar të flotës së 5 në thellësi të detit arabik? Pa diskutim, ishte një vendim i dur peshnik, për arsye sepse Irani, pavarësisht forcës së pas sfidueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka aftësi dhe kapacitete të konsiderueshme në atë që njihet si anti-access area denial, që do të thotë armë të cilët kanë mundësi të të pengojnë aksesin dhe të mohojnë të afrohesh në afërsi. Ose e thënë pak më popullor që kanë armë raketa detare të konsiderueshme dhe një forcë të madhe me dron prej 10-12.000 copësh, të cilat kanë aftësi për ta goditur, për ta dëmtuar këtë grupimin detar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye sepse ishte afruar shumë në afërsi të detit arabik. Dhe në këtë këndvështrim, Irani ka, për shembull, një sasi shumë të madhe armësh anti-anije, siç janë raketat detare NOR me
rreze shumë të lartë, Kader, P800 Phoenix, Abu Mahdi, dhe dron të cilët janë të dezinjuar në mënyrë të veçantë vetëm për të goditur anijet, siç janë Shahid 238 dhe rreth 22 lloje dronesh të tjerë, të cilët i ka shpërndar krejtësisht ndryshe nga strategjia dhe doktrina ushtarake e Iranit. I ka shpërndar tani jo më vetëm tek njësitë e dronëve të gardës revolucionare, por një sasi shumë të madhe edhe tek forcat e armatosura, me qëllim që në rast të një sulmi, secila nga njësitë në zona të ndryshme të kenë aftësi dhe kapacitete për të goditur Izraelin, bazat ushtarake dhe kryesisht pastaj marina e IRGC-s edhe forcat e dronëve të IRGC-s për të goditur njësitë detare. Kolonel, a ka mundësi Irani të godas kaq larg anijet luftarake amerikane dhe nëse po, me çfarë armatimesh mund ta bëj këtë? Absolutisht që ka mundësi. Kemi dislokimin, ajo që e ka Trump në kuptimin për ta rishikuar mënyrën e veprimit, është dislokimi i tre nëndeceve kiloklas 3.000 tonëshe, të cilat kanë aftësi dhe kapacitete shumë të mëdha në ujore, dhe 2 llojet e nëndeceve që Irani i ka të përshtatura, janë nëndece bregdetare, për shkak se ujrat e gjirit të Hormuzit janë ujrat të cekta, me thellësi 30, 40, 50, 60 metër, dhe në mënyrë të veçantë ka dislokuar nëndecet Gader dhe nëndecet Fateh, 700 tonëshe dhe 200 tonëshe, ku nuk është një sasi e vogël nëndece shkreshnik, janë rreth 27 nëndece, të cilat mund të bëjnë dëme të konsiderueshme në ujë. Dhe në shtesë të këtyre mund përmendim pastaj edhe dronët, të cilët kanë rreze shumë të mëdha, droni Shahid 129 2000 km, Shahid 149 Gaza 2000 km, Mojaher 6 2000 km, Shahid 136 2500-3000 km, Shahid 131 dhe Arash 2 më shumë se 2000 km. Përmenda vetëm disa për të mos Qartë, nuk është e rëndësishme të hymë. Pra ka një sasi shumë të madhe, dhe ajo që e bën edhe më të rrezikshme ndërhyrjen e luftanijeve është aftësia që ka garda revolucionare me 3.000-4.000 skafe të shpejt të pajisur me raketa antidetare, të cilët në bashkëpunim me nën ujin, me mbi ujin, me këto skafe të shpejt, me vendosjen e një sasie shumë të madhe, minash detare, thellësie, një pjesë e madhe e tyre moderne, të cilat e bllokojnë krejtësisht aksesin, që do të thotë bllokimi i aksesit të ngushticës Hormuzit, do të thotë bllokimi i 21% të energjisë, e cila do të kishte një impakt skandalos, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në mënyrë të veçantë në perëndim dhe në vende të tjera siç është Japonia, Korea e Jugut, por jo vetëm. Kolonel, kemi një zhvillim shumë të rëndësishëm dhe po aq të rrezikshëm. Në javën e kaluar janë raportuar 11 lëkundje sismike të forta në Iran. Është folur, është përfolur, ka patur ndoshta spekulime apo informacione që mund të kenë qenë prova nukleare, bërthamore. Sa e vërtet është kjo histori, kolonel, dhe deri ku mund të mbri dhe mund të shkojë kjo histori? Pavarësisht faktit që dikush edhe mund të mos e besoj, unë besoj me një pothuajse 95%, që mos të them 100%, po të them 95%, për të qenë modest, që ato janë prova nukleare. Në rast se analizojmë nga Irani, pa diskutim, nga Irani, atje po të vi. Në rast se analizojmë me vëmendje të gjithë programin bërthamor të Iranit, që drejtohej nga Fakhrizadeh, që u vrarë në 2020 nga Izraeli, në të gjitha testimet nukleare të 2006-ës, që është zyrtar i pari i Koreas së Veriut, prova nukleare nëntoksore, në të 6 provat nukleare, një grup prej 20 shkencëtarësh iranian kanë qenë pjesë e këtyre testimeve. Pra i gjithë programi bërthamor i Iranit, pavarësisht se filloi me Abdulkanin e Pakistanit dhe me asistencë nga
teknologjia që kishte grumbullu Libia është i bazuar në programin nuklear të Koreas Veriut. Bashkëpunim i cili nuk kanë ndaluar asnjë ditë. Dhe këto janë prova të qarta nukleare, të cilat nëntoksore, të cilat kanë ndodhur për rreth 11 ditë, menjëherë mas një prove që ka bërë Izraeli në shkretirën e Negevit. Kolonel, zyrtarët e Mossadit izraelit edhe të shërbimeve të tjera të inteligjencës së ushtrisë izraelite kanë dalë dhe i kanë dëgjuar sot para dite që nuk do të lënë në asnjë mënyrë që të ketë Irani program bërthamor. Ka kjo që po më thoni, gati po besoj që Irani ose është shumë afër bombës bërthamore, armës nukleare, ose tashmë e ka atë. Si e shikoni, jemi shumë pranë dhe është duke u luajtur një skem tjetër, Irani po fiton kohë nëpërmjet negociatorëve për të shtyrë goditjen e Trumpit, apo Trumpi tashmë e di se çfarë gatuhet? Nuk ka asnjë lloj diskutimi që askush nuk guxon ta pranoj faktin që Irani ka kapacitete bërthamore. Unë kam guxuar në vitin e botuar vjet në strategjinë ushtarake të Iranit, në kapitullin e programit bërthamor, kam guxuar të them që Irani brenda 2 deri në 3 ditëve, nëse merr vendim, mund të kthehet në një fuqi bërthamore për shkak se a e poseidon teknologjinë, b e poseidon mjetin i cili e mundson hedhjen e këtyre raketave, 3 ka arritur ta minimizoj kokën. Një nga problemet më të mëdha të armëve atomike është që të prodhosh një kokë e cila futet tek raketat hipersonike të ndryshme që ka Irani, që i ka në 22 lloje, disa prej cilave një raket për shembull Khorramshahi ka 5 variante, Fatahu 2 e kështu me radhë. Kolonel, Kështu që nëse ato e kthejnë fatvan, cila është fatvaja fetare të cilën Ayatollah Khamenei e ka deklaruar që ne nuk duhem të bëjmë, në momentin që Irani përballet me një rrezik dhe kërcënim nuklear, dhe unë po të garantoj ty sot që sot në kurset e veprimit edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe të Izraelit, në gjykimin tim modest, po që unë besoj që jam shumë i saktë, është edhe përdorimi i armëve nukleare taktike kundër një pjesë të madhe spari bazave nukleare, sepse nuk janë prishur dhe nuk ka mundësi që GBU 57 ta prishi, e dëmton, e godet, e shkatron, por jo ta dëmtoj për shkak të shumë arsyeve se janë thellë me radhë, dhe teknologjia e tyre është ndërtuar në një thellësi që nuk ka mundësi që të penetrojnë bombat aq thellë. Për këtë arsye, presidenti Trump ka dhënë urdhër që të prodhohet një bombë edhe më e fuqishme se sa GBU 57, ndërkohë përdorimi i armëve taktike mundson shkatrimin e këtyre qyteteve me raketa dhe me dron, një pjesë që janë në Bregdet, në Ishuj, kryesisht përgjatë zonës perëndimore, për të mohuar një ndërhyrje nga deti dhe për të dëmtuar sa më shumë tjetë e mundur 9 bazat tashmë amerikane, se një Al-Asadi është larguar, nga 10 kanë ngel 9 kryesore. Kolonel, ju sapo më thatë diçka të rëndësishme, të cilin kam përshtypje se mund të ketë mbetur tek rrugët e pa asfaltuara të shumë prej memorjes së njerëzve që na ndjekin. Ju thatë që unë kam patur guximin ta deklaroj këtë dhe besoj se jam i sigurt. Ju lutem ma shpjegoni këtë pjesë, sepse debati është botëror. A duhet dikush të ketë guxim të pranoj që Irani mund të jetë pranë armës bërthamore apo e ka? Përse duhet guxim? Nëse ky është fakt, apo nëse është provë, apo nëse është diçka shumë pranë faktit, përse duhet guxim? E keni fjalën për guxim në dimensionin e mesazhit gjeopolitik, apo e keni fjalë për guxim që lidhet me integritetin intelektual të personit? Jo, unë e kam fjalën lidhet me konsekuencat ndaj pranimit
që u lejua Irani një lloj si Korea Veriut, në të cilën pavarësisht se u morën disa herë vendime për të ekzekutuar një sulm, kurset e veprimit në Pentagon për të gjithë ata që janë studiues të çështjeve të lindjes largme, pra të Koreas Veriut, Koreas Jugut, Japonisë dhe jo vetëm, kurset e veprimit nxjerrin që goditja e sajteve nukleare të Koreas Veriut nga një sulm masiv strategjik amerikan do të sillte përpasoj kundër veprimin i cili mund të shkaktonte minimalisht 3 milion të vrarë në Seul, për shkak se distanca është shumë afër, 50 deri në 70 kilometra, simas lagjeve, simas vendodhjes, ku janë vendosura hiç më pak se 6.000 artilleri me shumë gryka, pastaj mjetet tjera. Dhe kjo bëri që Korea Veriut jo vetëm të avanconte në mënyrë të frikshme me Hwasong 15-ën, 16-ën, 17-ën, tashmë deri te 20-ta, por edhe me prodhimin e nëndeceve Simpo C, Simpo B, nëndeceve dhe raketave bërthamore në nujore 6 lloje deri tek ato me 5 koka mirëv. Do të thotë që gjithë problemi dhe gjithë shqetësimi i Izraelit, sepse Izraeli me të drejtë e konsideron rrezik ekzistencial prodhimin e armëve bërthamore në Iran, por dhe Irani nuk guxon ta deklarojë, sepse guximi për ta deklaruar që ne tashmë jemi fuqi bërthamore. Në diplomaci, Kreshnik, ju e dini se si funksionon, edhe në lojën e madhe të gjeopolitikës. Unë zhvilloj armë bërthamore, zhvilloj programin, 4 fazat kryesore të cilës janë prodhimi ose enrichment, e cilin sot Irani ka me 400 disa kilogram, të gatshme për minimalisht 11 koka, së dyti asistenca e inxhinierëve rus dhe kines, të cilët 2 javët e kaluar kanë qenë në sajtet nukleare ku minimizohen këto koka bërthamore, pra tek ajo që quhet kompleksi industrial SPND, që është një program shumë sekret i cili është i urdhëruar për krijimin e armëve bërthamore dhe shpenzimi hiç më pak se i 600-700 bilion dollarëve, miliard dollarëve për programin bërthamor ka bërë që Irani të mos i shpenzoj këto para kot. Dhe provat sismike, të cilat janë zhvilluar në 2 javë mas konfliktit 12 ditor dhe të cilat janë zhvilluar javën e kaluar 11 ditëresht, unë i shikoj si një deterencë, si një fakt, si një provë që i thuhet Amerikës, pa e deklaruar me fjalë, që shiko, nëse më godet, unë jam këtu, jam i gatshëm për të zhvendosur nga armët konvencionale për të marrë vendim për të kaluar te armët bërthamore, të cilët tashmë i kam të gatshme, por hajde të ulemi si të barabartë dhe të gjejmë një zgjidhje, si do ta zgjidhim këtë punë. Kështu e shikoj unë. Qartë. Dhe besoj që koha do m'japi drejt, këtu do t'jemi. Zakonisht koha ju ka dhënë të drejtë, kolonel. Unë njihemi bashkë prej kohëve të gjata, kemi diskutuar shpesh edhe privatisht edhe në publik dhe në shumë pak raste, për të mos thënë fare, keni rezultuar që nuk keni gjuajtur në shenjë. E vlerësoj shumë këtë dhe jo rastësisht jemi bashkërisht duke i analizuar këto situata. Dinamikat të tjera të rëndësishme në lindjen e mesme që lidhen gjithashtu me orientimin strategjik amerikan atje, por edhe përcaktimin e trajektorës ardhshme lidhen me zhvillimet e mëdha në Siri, në Izrael dhe me zhvillimet me lëvizjet e fuqishme të Ankaras, e cila është përballë disa zjarreve të mëdha, por edhe duke ecur me vendosmëri për të përcaktuar apo për të ngulitur qoftë dhe me dhunë, me fuqi, me prezencë, agjendën e saj në lindjen e mesme. Këtë e pam tek arritja e madhe në Siri, ku forcat e Al-Shara pra i dhanë goditje kurdëve dhe u rënua projekti i ndarjes së Sirisë, kjo ishte e qartë fare.
kantonizimi i Sirisë ndaj dhe Izraeli lëvizi me njëherë jugun e shpërtheu Deran dhe Suajdan duke lëvizur druzët atje dhe duke i rikthyer në skenë lëvizjet separatiste të një pjesë të vogël të druzëve për hir të vërtetës. Presidenti Erdogan po lëviz fuqimisht në këtë moment, sepse edhe Benjamin Netanyahu e ka treguar që neve nuk kemi probleme vetëm me Iranin, kemi hall të madh me Turqinë. Mesdheu lindor është në prag eksplodimi. Lindja e mesme gjithashtu për arsye të Iranit dhe jo vetëm. Presidenti Erdogan ka nisur një tur në Riyadh, Arabi Saudite, tek princi i kurorës Mohammed bin Salman, ka shkuar në Katar, në Egjipt. Çfarë po kurdis Erdogan kolon? Absolutisht, vetëm një fjali që m'ngeli nga ajo që diskutuam pak më lart. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, në mënyrë të veçantë vendet sunite, pra 6 vendet e GCC-s, duhet në gjykimin tim duhet të marrin çdo mas tjetë e mundshme që të ndalojnë armatosjen ose të mos lejojnë me të gjitha format armatosjen e Iranit me armë bërthamore, sepse do të jetë një rrezik ekzistencial për rajonin. Sa i përket Turqisë, është një lëvizje e detyruar për presidentin Erdogan dhe më lejo të të siguroj ju dhe dëgjuesit që tashmë nuk ka më absolutisht as diplomaci, të gjithë drejtuesit e institucioneve të sigurisë kombëtare të Izraelit thonë e kanë deklaruar hapëse që targeti tjetër i radhës është Turqia. Pas Iranit. Për arsyet që dihen. Dhe pikërisht për këtë arsye, presidenti Erdogan me një vizion shumë të qartë se ku do të shkojë Turqia, çfarë fuqie do të projektojë dhe cilët do të jenë ekuacionet dhe vendet me të cilat do ta projektojë këtë, pra në bashkëpunim me të cilat vend, ka ndërmarrë një vizitë dje, e cila kryesisht ishte vizitë shumë e suksesshme, për shkak se në Riyadh e keni fjalën? Në Riyadh, gjithmonë jemi në Arabinë Saudite. U firmosën një sër marrëveshjes, sigurisht 90% e marrëveshjeve janë sekrete, nuk deklarohen, por ato që u deklaruan janë bashkëpunimin fushën e teknologjisë ushtarake, mjekësore, koordinimi i veprimeve diplomatike, bashkëpunimin fushën ekonomike, rritja e bashkëpunimit bilateral dhe multilateral në energji, naftën, gazin, por edhe në shkencat të caktuara, në nanoteknologji dhe në inteligjencë. Refuzuan, ajo që ka rëndësi të veçantë është refuzimi i përbashkët i MBS-it edhe i Erdoganit për njohjen e Somalilandit dhe bashkëpunimi i aksioneve diplomatike me gjithë aktorët në Afrikë, lindjen e mesme, por jo vetëm, deri në OKB, për ruajtjen e integritetit të Somalilandit, në mënyrë që të parandalojnë vendosjen e Izraelit që ka filluar investimet ushtarake në portin e Berberës. Refuzimi i përpjekjeve dhe çdo gjë që bëhet në të gjitha vendet ku ka probleme, kemi Emiratet e Bashkuara Arabe në bashkëpunim me Izraelin, që të jemi të qartë për qartë, sepse së dyti. Emiratet kanë qenë mbështetësit më të fortë edhe në Sudan me forcat e antiqeveritare, por edhe në Somaliland. Atje po të vi. Refuzimi, bashkimi i forcave i bashkimi i forcat dy vendeve, forca ushtarake, diplomatike, por edhe inteligjencës kundër RSF-s në Sudan, kundër generalit Mohamed Dagalo, që financohet me të gjitha pajisjet, ka zhvilluar genocid në Darfur dhe në pjesën kryesore që komandohet nga presidenti i Sudanit, përsëri me mbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe. Refuzimi i përpjekjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe me këshillin tradicional të jugut për ndarjen e Jemenit, e cila përsëri është një objektiv i Izraelit për të marrë kontrollin e porteve të Mukallas, të Adenit dhe pastaj në bashkëpunim me portin e Berberas të kontrolloj komplet ngushticën. Lufta për kontrollin e Bab el-Mandabit, përveç. Pra ndalimi i krijimit shtetit të Jemenit jugut, kryesisht në rajonin e Hadramatit, në Adenit, në Shabwa dhe mos lejimi i marrjet kontrollit të ishullit të Sokontras, i cili është midis këtyre pranapsirën e detit arabik në mezin e
kësaj ngushtice. Dhe sfundmi është bashkëpunimi i ngushtë i Egjiptit, Katarit, Turqisë, Arabisë Saudite për të unifikuar veprimet sa i përket Libisë, Sudanit, Sirisë, Jemenit, Somalisë. Edhe një pikë tjetër e rëndësishme ishte bashkëpunimi për largimin, pra rritja e presionit, për largimin e të gjitha forcave nga Siria në zonat e pushtuara që sot i man 7.400-600 km2 në rajonin e Suedës dhe largimin nga zona e Kuinetras, pra provincës Dara. Presidenti Erdogan, kolonel, është përpjekur të hap kanale edhe me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe tashmë, siç më thatë, është duke diskutuar me sauditët për çështjen e Yemenit. Pas përplasjes së sauditëve me Emiratet në Yemen dhe pas gjetjes së një gjuhë kompromisi, a mendon se Emiratet do të bëjnë një hap pas në këtë ekuacion të ri, apo beson që do të vazhdojnë me formulën të hecin me agjendën e Izraelit strategjikisht dhe të luajmë taktikisht me vendet e GCC-s dhe vendet e tjera të rëndësishme të rajonit? Unë mendoj që pa diskutim që keni plotësisht të drejtë. Unë mendoj që e vetmja mënyrë që Emiratet e Bashkuara Arabe të ndalojnë kaq haptasi bashkëpunimin me Izraelin është vetëm gjuha e forcës. Nuk po them që unë e mbështes gjuhën e forcës, unë po them se si mund të pengohet Emiratet e Bashkuara Arabe. Mohammed bin Zayed ka qenë arkitekti i krijimit të një bashkëpunimi me Izraelin e madh, pavarësisht se bashkëpunimi i Arabisë Saudite, i Egjiptit, i Jordanisë dhe i Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën e shërbimeve sekrete me Mossadin është prej dekadash. Dhe i gjithë ky bashkëpunim ka qenë në celulat deri në nivelet më të vogla të inteligjencës dhe të sigurisë, për shkak sepse duhej penguar Irani. Tashmë që ambicjet e Izraelit janë shumë më të mëdha dhe afektojnë drejt për drejt me gjysmën e territorit të Arabisë Saudite, përfshi këtu dhe Mekën dhe Medinën, dhe ndërkohë që Mohammed bin Salman është përgjegjës për mbrojtjen, pra në botën muslimane, është zyrtarisht përgjegjësi për mbrojtjen e këtyre dy vendeve më të shenjta, ka filluar të vej në një presion të madh. Kjo është në analizën time, për shkak se edhe në këto vende, se ne flasim vetëm për protestat e paligjshme në Iran, ndërkohë që të gjitha vendet e gjirit janë vende në të cilët nuk ekziston demokracia, absolutisht kputet koka po të hapësh gojën, të kputet trupi copa, të priten durët, të priten, ju i dini gjitha, se i dini më mirë se mua. I dini më mirë se unë këto gjëra. Kështu që nuk ka asnjë pikë dyshimi që të gjithë këto vende janë në bashkëpunim me Izraelin. Tashti mënyra e veprimit të tyre ka ndryshuar për shkak se territorët dhe vendet e tyre janë objektiv i Izraelit madh, dhe nëse nuk bashkohen, Izraeli do t'i hajë gjallë. Një nga një. Pra, u hëngrëm kur u hëngër Laroshja. Bukur. Me që para se ta kalojmë këtë blok, kolonel, ju më përmendët diçka që lidhet edhe me lojën e Emirateve në Afrikën e Veriut, është pa diskutim edhe pika e rëndësishme strategjike e lojës e Emirateve, që është Libia. Dje është njoftuar vrasja, eliminimi fizik i djalit të Sejful Islam al-Kaddafi, të Muammar Gaddafit, pra. Dhe deri në këto momente të dhënat e para tregojnë që akuzohet generali Haftar. A ke ndonjë koment si ndikon në lojën e Libis, a ndikon në ekuilibrat e lojës Libis eliminimi i Sejf Gaddafit, apo jo? Absolutisht që ishte një objektiv eliminimi i tij, sepse është parë që ju dini që në Siri kemi dy qeveri. Një qeveri të Fieldmarshallit Haftar, i cili mbështetet nga Në Libi e keni fjalën, në Siri. Në Libi. Po. Në Libi kemi dy qeveri. Dëgjova Siri pas dashje, pastaj në Libi. Ndoshta. Në Libi.
Në pjesën lindore, kemi në Bengaz, kemi feldmarshallin Haftar, i cili mbështetet nga Federata Ruse dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë edhe Izraelin mbrapa. Qartë. Nga tjetër kemi Turqinë, e cila është fut fort për të mbështetur qeverinë cilën e njeh OKB-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Po. Dhe vrasja e djalit të Kadafit ishte një goditje e madhe, sepse ishte një figurë i cili mund të unifikonte vendet. Për shkak se pavarësisht faktit që në vitin 2011 kur është vrarë Kadafi, përsëri një pjesë e madhe e fisëve në mënyrë të veçantë në pjesën perëndimore dhe lindore, qendrore dhe lindore dhe jugore, të Libis janë Perëndimore dhe jugore, po. pra perëndimore edhe një pjesë qendrore, se kështu është ajo, një pjesë qendrore dhe pjesa jugore, që është në kufi me Sudanin edhe me vendet e tjera të Sahelit, janë besnik të klanit të Kadafit. Për shkak se ju e dini që në atë kohë ato kanë jetu shumë herë më mirë përpara se të vinte kjo demokracia mas vitit 2011, e them me ironi këtë. Dhe demokracia e Francës, e Macronit. Edhe pa diskutim që është dëmtuar, dhe unë shikoj që është një përfshirje e shërbimeve të inteligjencës, që të mos futemi shumë detaje, ka një influencë të jashtëzakonshme shërbimet sekrete të Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelite në të katra këto vende, por në mënyrë të veçantë Libia, Sudani, Somalia, Jemeni i Jugut. Qartë, pra është një parandalim i çdo lloj tentative për të unifikuar Libin, edhe për dalë nga gjendja e tranzicionit të ndarjes. Edhe një pyetje shumë shkurt do të dëshiroja që të ma jepni të përgjigjen shumë shkurt, kolonel. Duke qenë që Erdogan ja del dhe Turqia ja del në Siri të marrë atë që do të paktën për momentin, të mbyllet kjo loja e rrezikshme kurde në kufit saj, si e shikoni qëndrimin e presidentit Trump, i cili duket qartë që shkon pro planit të Turqisë dhe të qeverisë siriane për Siri unitare? A bie kjo në kundërshtim me përkrahjen e Trumpit për Izraelin dhe Benjamin Netanyahun, apo Trump tashmë nuk po e dëgjon deri në fund Netanyahu? E kam shumë të vështirë ta them, sepse nuk më rezulton që presidenti Trump nuk e dëgjon Benjamin Netanyahun, të jemi sinqert me ju. Jo, po unë ju referova një rasti konkret. Dhe së dyti, absolutisht që një plan prej disa miliard dollarësh i investuar për të krijuar shtetin Rojava, duke përfshirë të gjitha asetet e ujit, gazit, naftës, marrjen e territorit ku jetonin hiç më pak se 7-8 milion arab, ndërkohë që kurdët e PYD-s edhe të PKK-s të Mazlum Kobanit në shtetin që tashmë nuk ekziston më, fatmirësisht, Rojava, në lindje të Eufratit u shkatërru, është pa diskutim një humje e madhe për Izraelin. Shumë shpejt do të rebelohen edhe druzët, sepse një pjesë e madhe e druzëve nuk ke mbështesin, që të jemi ferme, e urrejnë Netanyahun. Janë vetëm pjesa grupi i Al-Hexrit, po. Pavarësisht, pra kemi një shkatrim të korridorit Devit dhe të kontrollit bashkimit të territorit të Rojavës me rajonin e Kurdistanit, me 2 bazat e saj në Erbil dhe në Sulejmani, dhe të planit për të destabilizuar Turqinë nëpërmjet SPAR-it, duke godit Iranin dhe duke çuar disa milion njerëz nga Azerbajxhani perëndimor në veri lindje të Turqisë, dhe së dyti për të organizuar një rebelim tjetër. Po si e shikoni qëndrimin e presidentit Trump, kolonel, në këtë rast? Absolutisht është pro Erdoganit, për arsye sepse nga njëherë. Pra dhe këtu është pyetja ime. 100%. Si ka mundësi, se duket që ambasadori ton Barak po e ruan këtë violinën, sa ai po thuaj se është arkitekti i kësaj skeme të re në Siri dhe në Turqi. Mendon që Donald Trump
është duke i thënë Netanjahus, këtu do ma lejosh mua se kam interesa tjera, apo është kurs strategjik për t'i përcjell mesazh me Netanjahus që jo çdo gjë do ta kërkosh Washington, do ta marrësh. Absolutisht ky bashkëpunim, kjo mbështetje për interesat e Izraelit ka qenë një kosto shumë e madhe edhe diplomatike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në mënyrë të veçantë financiare. Shifrat që deklarohen për kaq miliard asistencë janë shumë herë më të mëdha, madje sipas vetë deklaratave të Pentagonit, sasia prej 147 miliard dollarësh e dhënë gjatë 2-3 viteve të fundit, një pjesë prej 44% të cilave nuk dihet se ku janë, nuk dihet origjina dhe vendodhja e tyre ose mënyra e përdorimit të tyre. Dhe kostot diplomatike që ka pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të veçantë pas sulmit Katarit. Dhe në rast se analizoni me shumë vëmendje dhe profesionalizëm intervistat e Tom Barakut në lidhje me kontrollin e një pjese të madhe të 6 pikave kryesore në jugun e Libanit, brenda territorit të Lumit Litan, dhe deklaratat e tij që ligji ndërkombëtar, ai e gjuhë nga Izraeli, është e papranueshme që nuk pyet njeri, e ka fjalën për Netanyahu, që fare, dhe prishja e këtij armpushimi në mënyrë të njëanshme në disa mira raste e ka krijuar një stres, ka krijuar një problematik të madhe, duke besueshmërinë dhe legjitimitetin e Shtetet Bashkuara ndaj vendeve arabe, një pjesë e madhe të cilëve, dhe ajo që e shkatroi komplet këtë legjitimitet është sulmi ndaj Katarit, i cili ishte një goditje e madhe për besueshmërinë edhe garancitë e sigurisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jepnin për vendet e GCC-s. Dhe gjithë kjo kosto vetëm për t'i bërë qefin Netanyahu, ndërkohë që 50% e popullit izraelit është ditë natë në rrugë, do ta largojë ata, dhe ndërkohë që organizatat ndërkombëtare kanë cilësuar si kriminal lufte për shkak të shkeljes ligjeve të luftës, për shkak genocidit dhe jo vetëm. Qartë. Bota po zihen, kolonel, në këtë moment deciziv dhe përcaktues për transformimin e rendit botëror, është hapur një pusetë e madhe që ka shkërmoqur ndoshta të gjithë atë piramidën e madhe të moralit, të kulturës, të sistemit, të demokracisë, të vlerave qytetëruese, të institucioneve ndërkombëtare. Na dolën një bunch of liars, na dolën një grusht gënjeshtarësh që na kanë palluar me rrena, me moral, me integritet, me vlera, me norma. Çfarë do të thotë hapja e pusetës e Pshtein për elitat globale, kolonel? A është ky një skandal apo është një instrument pushteti i fshehtë? Dhe kush qëndron pas këtyre kapakëve të hapur të pusetave në lojën e madhe ndërkombëtare? Absolutisht që është një nga tërmetet e shekullit 21, i cili era e cilit sapo ka filluar të dali dhe përpasoj është vetëm fillimi i hapjes së pusetës të ndotur, i cili era e të cilit sapo ka filluar të përhapet, do me thënë ka filluar të sjellit të krijoj zhvendosje tektonike në të gjitha, edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo tregon më së qarti se një pjesë e madhe e këtyre, ajo që ne kemi guxuar gjithmonë të themi, që janë fake, ligjet ndërkombëtare, OKB-ja, demokracia, liria fjalës, të gjitha janë qenë një pjesë e madhe, kanë qenë mjete për të justifikuar forcën në mënyrë të padrejtë ndaj kundërshtarëve të regjimeve të caktuar, dhe sigurisht që këtu një rol të jashtëzakonshëm ka ajo që njihet si deep state, i cili në realitet drejton një pjesë të madhe të këtyre vendeve. Ajo që kemi parë, dhe në fakt që prej vitesh e dim, për te modestisë, se kush janë të përfshirës, është përfshirje e një sasie shumë të madhe të drejtuesve, ish drejtuesve dhe drejtuesve aktual në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët
Këtë ndryshe nga imazhi që përqojnë qeverit apo administratat e kaluara, tregojnë diçka këtë tjetër në lidhje me përfshirjen e tyre në këto ritualet e pista të ndyra të satanizmit, të cilat për këdo që ka edhe njohurit pak më shumë se sa modeste, e din se kush i drejton në të gjithë globin. Kështu që pikërisht për këtë arsye, dhe këtu nuk dua t'i bëj reklam kriminalit Vladimir Putin dhe kriminalit, nuk po themi kriminalit se tashmë ai nuk është i kërkuar, presidenti Xi Jinping, të cilët prej vitesh në fakt e kanë deklaruar nëpërmjet vendosjes së disa ligjeve në qeverit përkatëse për largimin e të gjithë ndikimit të këtyre aktiviteteve, dhe më lejo të rikujtoj që jo më larg se 2 javë më parë, presidenti Putin nxori një urdhër i cili urdhëronte Federatën Ruse, FSB-n, që të pastronte të gjitha kishat apo vendet ku zhvilloshin rituale satanike, me qëllim, sipas tij, rujtjen e integritetit dhe të pastërtisë të kombit rus, që thotë kanë vite që e deklarojnë këtë luftë. Dhe këtu duhet të rikujtojmë që një pjesë e madhe, qendra e këtij aktiviteteve ka qenë Gjermania, Franca dhe një pjesë e vendeve tjera të Bashkimit Evropian, pavarësisht se Epstein u përdor nga shërbimet të caktuara inteligjence me qëllim që të krijonte, të filmonte këto njerëz, t'i ofronte këto ishuj, t'i ofronte kënaqësi seksuale, femërore, mashkullore, madje deri tek afshet, deri tek veprimet kafshërore të paimagjinueshme, satanike, për pastaj t'i përdor për objektivat e tyre politike në dekadat ose vit pas viti. Aktivitet pedofilie i pastër, aktivitet perversiteti i pastër. Kolonel, njerëzit janë të rënditur në gjithë planetin, tashmë që sistemi ka rënë tek shkërmoq, kodi i vlerave dhe maskat pra kanë rënë të gjitha, dhe njerëzit janë të tronditur, madje këtu në Shqipëri po i shkërmoqin të gjithë me figura të mëdha, me religione, me Vatikane, me Nën Tereze, me kishe, me xhamie, po shëmben të gjithë shenjtëritë që këtu luhet diçka e madhe, kolonel. Sigurisht loja është më e madhe. Një pyetje ndoshta s'ka lidhje, po doja opinionin tënd si edhe një psikolog, ti edhe je psikolog përveç se ushtarak. Kolonel, mbase gjithë një raca njerëzore, mbase janë të gjithë pervers të fshehur, dhe kur u vjen momenti më i parë, ata shkojnë drejt perversitetit, kjo qenia e ngopur me pushtet, me miliona, me para që i kanë provu gjitha. Mbase njeriu kur ngopet, kolonel, dhe të shmëndet, kur s'ka kode vlerash njerëzore, është i prirur të shkojë drejt perversitetit, apo jo, njeriu ka ca bazamente, ka ca kode vlerash që nuk ka tërmet në botë të shëmbë. Unë besoj që do të duhej të ishte kështu si shtoni ju, që do të duhej që njerëzit, ashtu si secili nga ne, që nuk është se kemi bërë një gjë më shumë se ka kodet e veta normale, po. Duhet kishte normat, duhet kishte dashuri ndaj kombit, ndaj familjes, ndaj madje edhe ndaj komshis, ndaj profesionit, ndaj fes, ndaj gjithave. Në analiza dhe përfundimet e mia modeste më tregojnë që të gjithë këto njerëz që kanë ecur në politik, që kanë bërë përpara, përfshitur në rastin edhe të Shqipërisë, edhe të Malit Zi, edhe të Serbisë, janë njerëz të cilët janë njerëz me veset 100% si këto që ju përshkruat pak më lart, dhe po t'i analizojmë, se sigurisht vetëm koka ka dalë, trupi i icebergut është i fshehur, të gjithë janë pjesë e këtyre klaneve satanike, sepse nuk ka asnjë shpjegim që nga ajo që njihet si G99, nëse të kujtohet, Erion Velia, me ishte fabrika, qerdhja, që gjithë këto mostrat e rilindjes, të gjithë, që nuk përmend edhe emra se janë ministra sot, ministre,
këto ministrat që i ngjajnë Michael Jacksonit e me radhë. Se shkojnë atje, hullin paratë i thënë, do më bësh si kjo figura këtu. Aha, qartë. Nga që Se kanë ka para lidhje Michael shumë. Jackson, se edhe Michael Jackson ka qenë pjesë e Epsteinit, nëse të kujtohet. Qartë. Të gjithë këto që Po. në nivel sigurisht më të vogël, kanë Po. qenë edhe pjesë e këtyre parteve të seksuale, të tupshme, të G99 dhe pastaj nuk diskutohet rilindjen e Pra, ju mendoni, kolonel, se G99 dhe këto çerdhet e neoliberalëve këtu në Tiranë që prodhuan de facto, janë prodhuesit de facto të atyre që sot në Shqipëri njihen si elitat e reja politike. Ju mendoni se këto çerdhe janë çerdhe të njëjtat fabrika të perversitetit botror, pra? Absolutisht. Dhe më lejo të të siguroj që të njëjtat gjëra, sigurisht në nivele pak më të vogla, me femra, me meshkuj, me drogë, me kokainë, me të gjitha, e din vetë ato se ku i kanë atje në një super vend të fshet, ku i bëjnë, po të them një rajon, për shembull, në rajonin e Malit Dajtit. Nuk po shkoj për detaje më tepër, se do kemi emisione tjera për t'i analizuar. Pas ka në Mal të Dajtit qendër të tillë, pra, ku kryen rituale. Që bëjnë rituale të tilla, ftojnë vajza të reja, vajza të vogla, një pjesë, shiko, i gjithë boshti i ndërtuar që nga G99, që nga deklarimi i rilindjes kombëtare, shfaqja këtyre figurave anti-shqiptare, anti-njerëzore, anti-familjare, anti-shqiptare, mund të thush më tepër, janë të gjithë, nuk mund t'i ofrohesh kësaj rrjeti, kësaj bordello të rilindjes, në qoftë se nuk je pjesë e sektit tyre. Pjesë e sektit tyre të ndyrë, pjesë e sektit të tyre të perversitetit. Perversitetit, mashkull, femër, mashkull, vajzave të reja dhe përdorimit këtyre, e cila është zgjeru pastaj në mënyrë që të marrin pushtetin tek pra pas ka dhe këtu në Shqipëri, kolonel, oaze epsteiniane, të cilat ndjekin ritualet mbi diskutim, mbi kodin e vlerave të mjaftit dhe të çerdhës. Studiohen diplomatët të cilët janë të zbuluar ndaj këtyre cilësive dhe pastaj yshten me para, të kam thonën, e njëjta gjë si me këtë lajçakun, sa lajçak ka pas Shqipëria, sa maskarej që vinin flisin këtu për Bashkimin Evropian dhe kënaqësitë e tyre seksuale përfundonin me vajzat shqiptare, me hotele, me vera shtreta, që i siguroheshin nga elitat tona politike. Absolutisht. Dhe kur themi elita politike, unë flas vetëm për rilindjen, nuk ka asnjë parti tjetër që të jetë përfshi këtë gjëra. Nuk kam asnjë provë që të jetë përfshi, për shembull, po ti marr partitë LSI-ja, apo po ti kanë drejtuar Shqipërinë, PS, PD, LSI, këto kanë qenë. Apo ti të marr për shembull partia e këtij Shehit, apo Lapajt, apo Krishtik Osmanit, apo ku diun tjera. Flasim për sektin e rilindjes. Dhe arsyeja që një pjesë e madhe e personave të cilët gjatë viteve 2005, 2009, 2013 kanë qenë pjesë e këtyre pjesëve, sot i ke në majat më të larta të një pjesë janë largu, kanë qenë ministre, kanë qenë kryetar parlamenti, kanë qenë kështu, kanë qenë në poste të ndryshme, një pjesë tjetër i ke sot në majat e qeverisjes, këto që shesin reforma për Bashkimin Evropian. Këto që sot i ke që ndërtojnë me qindra milion euro rrugët, të cilat janë të gjitha të prishura, tunelet e rrugë që prishen as 3 muaj pas inaugurimeve. Kolonel, apo përdoret rasti Epstein si mesazh dhe kod i fshehtë brenda establishmentit perëndimor dhe kur elitat ekspozohen, kolonel, a kemi të bëjmë këtu me tentativë për të vënë drejtësi apo kemi një luftë fraksionesh në majën e piramidës e elitave të botës? Unë besoj që kemi një luftë të madhe, sepse ju e dini që presidenti Trump ka ardhur si kampion i konservatorizmit, ndërkohë që Bashkimi Evropian drejtohet nga rrymat liberale
rrymat liberale të degeneruara të Po këta shoqërisë. nuk po kursen askënd, kolonel, po thon Trump ka qenë këta konservatorët, Sigurisht. po na del gjithë bota në Epstein pra. Pa diskutim, po ju kthej përgjigje sipas analizës time. Qartë. Me qenë se doli Trumpi si kampion i konservatorizmit dhe për shkak se drejton superfuqinë e vetme të botës me një fuqi të jashtëzakonshme ushtarake. Tani presioni ka qenë shumë i madh për të nxjerrë dosjet e Epsteinit për të godit, sigurisht që objektivet për të godit Trumpin, por frika atyre është e madhe sepse këto nuk do arrin rezultatin që mendojnë ose objektivin që kanë për të godit Trumpin, për shkak se ata që janë mostrat më të mëdha janë disa figura politike të Partisë Demokratike. Pra ish drejtues të lartë Partisë Demokratike. Sigurisht ka edhe nga republikanët, por që unë besoj që kjo është një luftë për plasje rrymash për atë që kush do ta drejtoj rendin e ri botror. Dhe pikrisht kjo është një luftë e cila sapo ka filluar, do të vazhdoj, do ketë përplasjet e veta, do ketë vendimet e saj, por që kjo ka ndikuar që një pjesë e madhe e lëvizjeve të djatha ose të ekstremit të djathtë në Europë të pozicionohen qartësi me Trumpin, këtu për shembull në Francë, partia Le Penit, në Britaninë e Madhe shumë shpejt do kemi rrëzimin e kryeministit Starmer, Aleanca për Deutschland në Gjermani, Polonia po ashtu, dhe të gjitha së bashku do bashkohen për ta larguar këtë rrym e cila i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm në mënyrë të veçantë kontinentit evropian dhe popullsisë dhe popujve të Europës. Qartë. Në Shqipëri ato që quhen elita, sepse unë nuk besoj se këtu ka elita, por ato që janë fakti kryer, ata që janë fakti mirëqen pra. Le ta marrim si të mirëqen që elitat politike në Shqipëri janë ata që na servirin mediat e tyre, establishmenti i tyre mediatik e kështu me radhë. Në qoftë se marrim të mirëqen këtë fakt, pa diskutim, ashtu sikurse ju edhe unë, edhe ata po bëjnë matjet e tyre, kolonel, po bëjnë leximet e tyre. Ju keni patur informacione shumë të rëndësishme, edhe unë kam patur nga burimet e mia, ju nga burimet e tuaja, që në dheu i Tiranës po zihen ka ca takime koka 17, të cilat janë traumatizuar dhe me sa duket janë duke projektuar divorcin me Ramën dhe me establishmentin në Tiranë. A kemi diçka konkrete apo jemi akoma në fazat e pulsimit në distancë të këtyre lëvizjeve tektonike dhe nuk kuptohet ende qartë shkalla Richter e tërmetit politik që pritet ndodh në Tiranë? Absolutisht jemi drejt largimit të atij që ju e quani me të drejtë kryeministri i përkohshëm dhe tashmë në shtesë të gjithë problematikave që ka, pavarësisht se duket. Spari shikoni gjendjen psikologjike të kryeministit. Është i trembur, është i dëshpëruar, gënjeu me bordin e paqes, gënjeu shkoi në Izrael, atje si dordolec. Filloi duke u tall gjithë parlamenti, Kneseti, duke ironizuar. Edhe i kemi analizuar këto biseda. Tashmë kemi një goditje të madhe të arrestimeve që janë komplet të padrejta. Janë të padrejta të arrestimet e djeshme sepse ato që duhet arrestohen janë kokat. Përgjithësi kryesor për ndotin të Shqipëri është ish drejtori. E kemi thënë edhe për trafikun e drogës, për akuzat e opozitës edhe jo vetëm. Drejtori Piro Lëngu, i cili sot është ministër i mbrojtjes. Ai Piro mund të mendojë që është ministër mbrojtje, mund të mendojë që është i pakatshëm, i pakapshëm, që nuk do ketë përballje me drejtsinë. Po ta shikosh të gjithë prurjet e Belinda Ballukut që i ka vënë në këto pozicione, një nga të cilat është edhe ky, djali i vogël, i cili pale kur merr dhe pozicione si ky, domethënë është i pari që ka bërë strategjinë kombëtare. Ky është i pari që po përmirëson ushtrinë. Ky është i pari që po ndërton sisteme. Ky edhe establishmenti i këtij. Do imagjinoje sa qesharak janë, Unë nuk dua të bim në bullizëm, sepse fatkeqësisht kur i ndas Zoti këto punë, ka ca raste që t'jepet mundësia
të bësh garipin, ka ca raste ku i molli Zot s'ta jep mundësinë as me bosi i fort. Ky është problem vetë, por që nuk e zgjidhim ne dot në dorë. Pra, Ajo që unë dua të them, kolonel, është ne na djekin shumë mira njerëz dhe kanë filluar, janë përvëluar tashmë nga këto biseda, këto analiza. Rasti më përkëdhelës është që unë dhe ti jemi Loli me Colin, të cilët lajmërojmë rënien e Ramës dhe ai nuk po bie. E përsërisim njerëzve. Ne nuk kemi folur kur për data as për afate, kemi folur për marzhe kohore dhe për trend të rënies së këtij dhe po bëjmë analizën. Vazhdo, kolonel, se bëra këtë ndërhyrje për t'i treguar. Arrestimet e djeshme janë i mbështesim maksimalisht për rastin e mbetjeve, po përgjegjësit kryesor janë Edi Rama, Belinda Balluku, Mirela Kumbaro, një tjetër ministre qesharake e rilindjes dhe Piero Vëngu, të cilët kanë qenë pozicione të cilët e kanë lejuar. Dhe është ky aktivitet kriminal që ka sjellë përfitime financiare. Të mos kesh as dyshimin më të vogël, Kreshnik. Kudo ku ke figurat, kudo ku ke Ramën, Belinda Ballukun, Piero Vëngun e shumë Piero tjerë e Belinda tjera, ka vetëm korrupsion i cili ka ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve, qoftë tek rrugët, qoftë tek trafiqet, qoftë tek pasiguria, pra mungesa e sigurisë fizike, e sigurisë e rendit, sigurisë publike, qoftë tek investimet, qoftë tek rrugët, tek tunelet, tek vjedhjet në sistemin ushqimor. Shqipëria është një vend që ne kemi guxuar, themi, prej 15 vitesh. Të gjitha vinë nga Greqia, nga Serbia dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve. Jo vetëm që është duke vdek me kancer, sepse të gjitha vinë me etiketa të pakontrolluara s'pari, por të gjitha janë me të qëllimshme, që nga buku, që nga gruri. Një në 6 shqiptar, kolonel, 1 në 6 shqiptar vdes nga kanceri në Shqipëri, e tmerrshme. Sepse është qëllimi i Çubrilovicit. Jepini shqiptarve, vendosnin krye tyre njerëz që ju nxjin jetën, njerëz të cilët nuk kemi ne nevojë t'i sulmojmë më me armë ose të zhvillojmë, se nuk i le sot sistemi aktual, politik ndërkombëtar, por vendosni njerëzit që janë krye që i shërbejnë plotësisht objektivave dhe qëllimeve tona. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Edhe veriu fut njerëzit e vet, po edhe jugu, si në rastin e Piero Vëngut, që e keni shpjeguar shumë bukur ju, apo të Belindës, e të disa përfshi këtu dhe disa pjesë, disa individ nga opozita, të cilët i shërbejnë interesave kombëtare të Greqisë. Dhe të mos kesh asnjë pikë dyshimi që as ju, as unë, të cilët nuk marrim rrogë askund, nuk mund të gjejmë në mbështetje, sepse ne jemi kundër, ne jemi vetëm për në mbështetje të kombit shqiptar. Fatkeqësisht në Shqipëri, kush ka punu për këtë komb, kolonel, historikisht e ka ngrënë sa krau. Gjithsesi ne vazhdojmë të jemi optimist, ne besojmë që populli ndryshon, dinamikat ndryshojnë. A keni informacione për dinamikat të nëndheut të kupolës së kapitalit shqiptar në drejtim të stabilitetit të qeverisë së ardhshme, të kësaj qeverie dhe të bërjes gati për epokën që po vjen? Apo lëvizin elitat financiare të Shqipërisë? Nuk do të hyjmë në emra, më duket se informacionet tuaja janë të imta, siç i kam nuhatur, edhe unë kam dhënë disa shkëndija. Po përgatiten për rendin e ri botror dhe për heqjen dorë nga Rama? Absolutisht që po, ndodhemi në një situatë ku një pjesë e madhe e bizneseve, ato që njihen si biznese elitare, kanë filluar të rebelohen, Kreshnik, për arsye sepse tashmë ato e kanë qartë që sa herë që ju jepen detyra në thojza, merre këtë punë dhe do dorëzosh 70% fondeve këtu,
sepse nuk ka asnjë shpjegim tjetër, dhe për këtë që sapo ta thash më i përgjithësi, një pjesë e madhe e biznesmenëve tash janë një problem shumë të madh, kanë filluar të rebelohen Krishnik, për shkak se ndërkohë që ju jepen punë publike, ju kërkohet deri në 70% të parave. Prandaj investimet ose çmimi për kilometër katror i një rruge në Shqipëri është disa herë më i madh se sa në Gjermani dhe cilësia është 5%, 10% dhe 90% e investimit nuk bëhet, prandaj rrugët prishen për arsye sepse duhet të çojnë një pjesë të madhe të parave. Dhe pikërisht, thënë kjo do të thotë që një pjesë e madhe e këtyre tashmë e kanë kuptuar që edhe si pasojë e investigimeve, e rrezikut dhe kërcënimeve për të përballë me drejtësinë, sepse ju e dini që pjesa më e madhe e biznesmenëve tash janë objekti punës së SPAK-ut dhe BK-s, telefonat janë sukastruar, shumë gjëra kanë dalë përpara, shumë gjëra kanë dalë në treg, që do të thotë situata politike, ekonomike e Shqipërisë në raport me vjedhjet që kanë bërë këto biznesmen është e tmerrshme. Të paktën këto 8 vitet e fundit. Sigurisht, ai që i ka ditë më mirë se askush tjetër dhe që të gjitha janë të vërteta, po vërtetohen, është zëvendës kryeministi Arben Ahmetaj. Po kjo nuk e bën Arben Ahmetajn hiç burr më të mirë se sa këto, sepse ka qenë pjesëtar, edhe ai ka qenë pjesëtar i këtyre shkeljeve të ligjeve. Kështu që të mos kesh dyshimin më të vogël. Do heqin dorë këto elita, mendon? Po zbresin nga barka e Edi Ramës, kolonel? Absolutisht, janë duke u përgatitur për të larguar nga barka e Edi Ramës dhe janë duke raportuar atje ku ato e dinë, se unë nuk jam këtu për të dhënë informacione se ku po raportojnë ato, por kjo po plotson panoramën tek shërbimet inteligjente nga vetë njerëzit që po kanë bashkëpunuar me Ramën në projekte strategjike infrastrukturore, por jo vetëm, të cilët po e shesin barka e rilindjes e kalbur e rilindjes Krishnik është duke u shkatërruar, pavarësisht përpjekjeve me gjykatën kushtetuese, me GKK-on, me të gjitha format e tjera për ta kërcënuar, për ta intimiduar SPAK-un, që un kam edhe për SPAK-un, edhe për BK-n, edhe un kam rezerva patjetër. Kam shqetësimet e mia, sepse gjithë ky llum, domethënë, të vazhdojnë njerëzit që ndrojnë parlament, masi e kanë vjedhur Shqipërinë në miliarda euro, një vend ku 7% e popullit s'ka buktaj, dhe kjo band rilindje tallet me vera nga 30-40 mijë dhe një pjesë e ministrave të Ramës shkojnë nëpër kazino. Tashmë i ka heq ato 2-3 persona të smur që rrinin gjithë ditën në kazino. Është e papranueshme. Prandaj unë e shikoj si një për ta përmbyll, e shikoj si një përpjekje të dëshpëruar, e cila do dështoj. Belinda do përgjigjet me ligjin, edhe të gjithë ministrat që janë prurje të Belindës, apo të Spiropalit, apo të Taulant Ballës dhe jo vetëm. Kolonel, amerikanët po rrinë të heshtur. Nuk kanë ende ambasador këtu, kanë zgjedhur të luajnë me low profile, apo me profil të ulët, e njëjta gjë në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri. Rama po e shtyn dhe po e zvarrit pafund historinë e Ballukut, qoftë me komisionin e timor parlamentar, qoftë me presionin si shtat ndaj gjykatës kushtetuese, goditjet që i bën SPAK-ut her pas here. A mendon që janë duke hesht amerikanët, e kanë strategji apo taktik këtë lloj heshtje, dhe a do veprojnë vetëm me SPAK-un apo do kemi një dalje të nëndecës amerikane nëse lëvizin ekuilibrat gjeopolitik këtu në Ballkan? Sepse dikush mund të mendoj, nëse Rama u ofron të gjitha, amerikanët kanë nevojë për stabilokraci dhe mbyllet kjo histori. Si e shikon këtë pjesë? Absolutisht që jo. Aktiviteti i zonjës që drejton sot aktivitetin e ambasadës amerikane është aktiv si asnjëherë më shumë. Të gjitha ngjarjet, të gjitha aktivitetet të cilat zhvillohen nën kujdesin e ambasadës amerikane, të gjitha mesazhet
janë mesazhet që vinë drejt pas drejt nga Washingtoni, nga administrata Trump, nga sekretari Rubio, pastrimi i narko-qeverive. Dhe kjo nuk ka diskutim që i drejtohet qeverisë Ramës dhe të Vučićit si dy persona të cilët kanë lidhje të thella me rrjetet e trafikut të drogës. E njëjta gjë që ka ndodhur në Shqipëri ka qenë 10-15 vite përpara, 20 vite përpara në Serbi. Po kjo është çështja e një misioni tjetër, si erdhi Vučići në pushtet, si e mbështetën grupet kriminale, kriminale dhe terroriste që vepronin në mbështetjen e Miloševićit në Europë, që vrisnin shqiptarët, kosovarët në përvende të ndryshme në Gjermani, në Zvicër, por jo vetëm, dhe pastaj se si u afru pas largimit të Miloševićit si një drejtues nacionalist i vendit Vučići nëpërmjet mbështetjes së këtyre grupeve kriminale, trafiku drogës, të armëve, duke përdorur edhe kompleksin industrial serb, duke emëruar babain e tij, vllajën e tij, babain e si drejtues një fabrike, një uzinë armësh të ministrit të brendshëm, pastaj të kryetarit parlamentit, pastaj të gjithë këtyre ministrave, siç i përdor edhe Rama, që i zhvendos të gjithë 5-6 figura i zhvendos në të gjitha vendet. Vetëm kur diskreditohen që dalin në dosjet e inteligjencës perëndimore, i heq pastaj nga ministri i brendshëm, i çon në parlament. Edhe një pjesë e madhe pastaj vinë nëpërmjet krimit organizuar. Nuk ka diskutim që Amerika në ndet se amerikanët do të dali, pavarësisht problemeve dhe përqendrimit në situatën spari me Kinën, që është problemi më kryesor. Po që nuk deklarohet që po përgatitemi për luftë. Së dyti, Ukraina, Irani, sigurisht. Irani, po edhe problematikat që her pas here nxjerr Izraeli. Bashkë me aktivitetet e tjera, sigurisht Departamenti i Shtetit ka drejtori të caktuara, të cilët pavarësisht peshësh dhe interesit madh në zona të caktuara gjeografike. Qartë. Nuk humbet fokusi edhe ndaj rajoneve të tjera strategjisht. Okej, qartë. Pra, që t'ja bëjmë të qartë miqve që na ndjekin se janë mira, janë të shumt. Miq të dashur, ne nuk jemi këtu për t'ju treguar datën e rënies Edi Ramës. Ne jemi këtu për t'ju treguar dhe për t'ju analizuar trajektoren, për t'ju analizuar shifrat dhe si lëvizin kuotat në syrin e dinamikave gjeopolitike dhe si lëvizin aksionet gjeopolitike të lojtarëve të Tiranës në ndritën e zhvillimeve ndërkombëtare. Dhe ne flasim me marzhe kohore, jo me data. Kushdo që ju flet me data sot, nesër, po pas nesër, këto janë për konsum, për të karikuar njerëzit dhe për t'i mbajtë. Pra, kolonel, për t'i vënë kapak gjithë kësaj historie. Edi Rama që po e mban ballukun me thonjë, ai po përpiqet të blej kohë, deri kur do ta bëj këtë? A ka mundësi të vi një ditë kur Edi Rama ta dorëzoj ballukun duke shpëtuar vetë, dhe e treta, ka dorëzu të gjithë të dhënat digjitale dy kompanive izraelite, të cilat duhet të bëjnë tashmë transparent projektin $100 milion për dorëzimin e datës digjitale të gjithë popullit shqiptar, dy kompanive të Izraelit. A është kjo pjesë e Ramës që të vonoj të shty dorëzimin e ballukut, sepse po përpiqet me izraelitët të blej pushtet në Washington, apo ai do të lëviz gjithë gurët, çfarë ka në dorë, po ja doli do t'ja dali, po s'ja doli do t'i thonë mbaroj loja jote. Si e shikon? Absolutisht, të gjitha janë lëvizje dëshpëruese për ta maksimalizuar qëndrimin e tij në atë karrige të qelbur korrupsioni antishqiptare. Edhe ta gjejnë mirë ato patronazhista që guxojnë na kundërshtojnë atje në Facebook. Karrige të qelbur antishqiptare, sepse ky drejtim i Shqipërisë këto 13 vite nuk i ka sjell as si të mirë kombit shqiptar. Vetëm varfëri, shkatrim, mungesë jetese, rendi, sigurie, mungesë ardhmërie dhe shfarrosje, zhvendosje të Shqipërisë. Iku kjo pjesë. Së dyti, pa diskutim që është pjesë e blerjes së tentativave për të blerë kohë
për të blerë sa më shumë mundësi për të siguruar një mbështetje apo një fotografi apo një shtrëngim dore tek administrata amerikane, por është e dështuar se ju e dini edhe më mirë se sa unë, në të gjitha rastet kur administratat amerikane, edhe kur i kanë taku, edhe kur i kanë pas bashkëpunëtorë të ndrysh, aktorë shumë herë më të fuqishëm se sa Rama, në fund ata kanë shkuar në koshin e plerave të historisë. Dhe në këtë këndvështrim, unë nuk jam absolutisht kundër bashkëpunimit me Izraelin, në mënyrë absolute, në mënyrë të veçantë në fushën e sigurisë, për shkak se Izraeli dihet që ka aftësi dhe kapacitete të jashtëzakonshme në këtë fushë, por unë jam kundër dorëzimit të informacioneve të çdo gjëje që ka lidhje me qytetarin shqiptar, për shkak sepse kjo është një nga gjërat më të rëndësishme për strategjinë e sigurisë kombëtare dhe për sigurinë kombëtare në long term të Shqipërisë. Dhënia databezave të kontrolluara nga Izraeli, unë e shikoj si një rrezik dhe kërcënim. Dhe pikërisht kjo është ajo autogol që Rama ka bërë ndaj mikut ti të ngushtë, të cilit në çdo rast vetëm i ka fut thika. E kam fjalën këtu për Recep Tayyip Erdoganin. Sepse në rast se do të kishte një vend për te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që duhet bashkëpunonte, të cilët në çdo rast kanë qenë afër nesh, këtu edhe për shkak të cilësisë, çmimeve, e mbështetjes, se janë të lidhura gjërat. Duhet kishte qenë orientimi midis Turqisë dhe Izraelit, duhet kishte qenë me Turqinë. Për arsye se edhe tashmë dhe Turqia është më afër me Shqipërinë, ka qenë gjithmonë më afër me Shqipërinë gjatë këtyre 2-3 dekadave të fundit. Kolonel, po, pa dashur t'ju ndërpres. Jo kaq. Jo, kaq është logjika, është e qartë e juaja. Ju e njihni mirë Izraelin, kolonel. Dhe bashkëpunimi me Izraelin më së pari duhet ta mësoj një vend se si mbrohet vendi. Më së pari duhet ta mësoj një vend ç'është teknologjia. Dhe nëse do të kishte një shtet në botë i cili do të dorëzonte dhënat digjitale dhe databazën e popullit vet, 2 kompani të huaja, unë mendoj se Izraeli do të ishte shteti i fundit në botë që do ta bënte një hap tillë. Unë mendoj që miqësia me Izraelin duhet t'i mësoj shqiptarët si të ndërtojnë shërbime sekrete që punojnë për kombin e vet. Mendoj që miqësia me Izraelin duhet të mësoj shqiptarët si ndërtohen bazat dhe si kryhet zhvillimi teknologjik, bashkëpunimin fushën e sigurisë, zbulimin e atakeve të sulmeve. Kjo është miqësia me Izraelin, për këtë duhet miqësia me Izraelin, kjo duhet mësuar nga Izraeli, por të dorëzosh të dhënat e popullit tënd 2 kompanive të huaja, Izraeli vet do të ishte shteti i fundit në botë që do ta bënte. Gjithsesi, unë të falenderoj për kohën e çmuar, kolonel, për shpjegimet e detajuara dhe për gjitha mendimet që na jep dhe na i sjell bujarisht bashkë në këtë diskutim. Një falenderime në emrin tim dhe në emër të mira dëgjuesve, të cilët ju falenderojnë vazhdimisht për opinionet tuaja dhe për analizat e thukta. Dje kam qenë në një varrim dhe njerëzit më kërkojnë të përshëndes. Në varrime ku shkojnë, në festa, në takime, në tubime, mi bëj të fala kolonelit në emër të tyre që edhe na ndjekin në rrjetet sociale. Ju përshëndes dhe në emër të gjithë miqve të mi. Faleminderit nga zemra, kolonel. Faleminderit. Miq të dashur, kjo ishte biseda për sonte. Të tjera zhvillime dhe analiza do t'i gjejmë në bisedat e ardhshme. Unë ju kam premtuar se do t'ju njoftoj hap pas hapi, minutë pas minute për gjitha zhvillimet sipas këtë vështrimit ton, sipas mënyrës se si ne i shohim këto zhvillime dhe këto ngjarje. Të gjithë ju që doni ta ndiqni kolonel Demiren, atë e gjeni në Facebook në faqen e tij Dritan Demiraj, për gjithë ju të cilët keni dëshirë të njiheni me kolonelin dhe me mendimet e tij për çështje të ndryshme. Ju falenderoj nga zemra për kohën tuaj të çmuar, për besnikërinë tuaj të çmuar, të gjithë ju të cilët mendoni se pjesa tjetër e shqiptarëve duhet informohen. Çojani këto video pjesës tjetër të shqiptarëve, dhe të gjithë ju që jeni me mira, mos harroni të bëni subscribe kanalit. Kaq për sonte, natë të mirë, rishihemi shpejt.